Mandej s'kemi pas mundësit të shoqit me pas Facebooka me qenë gjarje të në kohën që ka pëndodhë këto. Mjetet e kontaktit kanë qenë më të pakta, kanë qenë më... Gati minimum. Po thuaj se minimum. Se kanë qenë kabina me telefon, me kartela. Dhe ma vonë fillojnë edhe trazinat, edhe këto thirrje telefonike, ndodhke që ju thejsha në zemër se rishë në kabinë dhe provo 200 herë, nuk u lidhke, u kthejshë në shpeja tyme, s'po din që ka pëndodhë në shpeja. Tash, në kohën e sotit mendoj që edhe këta që vendosin me shku, gjithë vendi jotë është ma i mirë në botë, po e kanë shumë a letë, se e bën një video call, e shen një ftyrë për balë, e ndëgjon një za, po kuptan. Shumë a letë i kësha përbalu në ditë sotit. E shumë e vërtet. 20 e sa vite në Londër, më saktësisht? 25. 25 vite në Londër. E si kaluan këto vite, më pas pëse erdhi deri te vendimi për të kthyer edhe një herë në Kosovë? Po, vlau, mandej... Po edhe komuniteti shqiptar. Të bërje për vete, po. Ka qenë një vend, si sot më kujtohet djeleve ku takojshin shqiptar, edhe kur vishin këta trit, viktimat e reja që i thirsha one, u bajshkojshim aty, shiqojshim a mund dhe mi ndimu dikujt me gjetë një punë edhe mu gjindë në Londër. Ta ka dhonë një ndjenë që si me qenë shpip pak, i pa mashtrimi mental. Por edhe kjo të ndimosh tjetrin dë bënd të ndjesh jashtë zakonisht shumë mirë. Aty e kom pa që na shqiptar të jemi të hatashëm në situata kur jemi në probleme. Neve na duhet një luft, diçka kështu katastrofike, edhe jemi është kështu. E shohim se cilët jemi në vërtet. Edhe e mbrojmë njëni tjetër. Pa tjetër. Fatkeqësisht kur jemi në liri, edhe kur i kemi mirë, atër fillon me na pengullum të rria ati koshis, apo shokut, apo shoqës, ajo është shumë fatkeqësi. Neve na duhet periodikisht ka një luft më këthjel pak edhe ma në veti. Me në ndodhë ka një diçka ndoshta ma tragjike është për të ardhë kesh kjo situatë. Mi po ka qenë një komunitet edhe një unitet i hatashëm atje në Londër. Aja mu për vetim kam, se di, e kom di vetëm pak si me qenë Prishtinë. Se dhe në atë kohë, shumica e këtëve që kanë dalë Londër ka qenë Prishtina li. Po. Pas ka bërë të ndjesh një shpe. Edhe mba sa vitesh për herë pari hongra qebapat. Hajde. Sa vitet kanë shku pa qebapa? Një 5 vitet mira unë e pa hongër qebapa. Ju kallëzoj që mas 5 vite me hongër qebapin s'kesh sen ma i mirë. S'kesh sen ma i mirë, o. E bukur kjo histori.